Çdo ditë, qytetin e gurë të UNESCO se vizitojnë qindra vizitor vendas dhe të huaj, të cilët i japin këtij qyteti më shumë gjallëri. Janë kryesisht turistë gjerman dhe austriak, që po bëjnë turet e para turistike. Të mahnitur nga bukuritë natyrore, arkitektura, historia dhe mikpritja, ata tregojnë edhe arsyet që i kanë shtyrë të ndërmarrin këtë udhëtim. It's a UNESCO city. Gjirokastra mbart një peshë shumë të madhe duke qenë se është një qytet me histori dhe i përket mbrojtjes së UNESCO-s. Ne së bashku me grupin do të vizitojmë Kalan, muzet dhe pazarin. Do provojmë edhe gatimet e famshme. Të udhëtuarit në grup është shumë interesante dhe bën akoma më të bukur këtë eksperiencë. Është shumë i bukur dhe shumë interesant ky qytet. Duket magjik dhe mistik. Është hera e parë që vi në Shqipëri, edhe për pjesën më të madhe të grupit gjithashtu. Natyra duket madhështore në këtë vend. Ndërkohë, udhërfyesi këtij grupi shprehet se janë të shumta kërkesat e vizitorëve gjerman dhe austriak për vendin tonë. Vizitojmë për herë të parë pjesa më e madhe Shqipërinë, që kanë treguar një interes duke qenë që turizmi po ka një rritje në Shqipëri, e interesi shumë i madh si nga vendet gjermanisht folse, duke qenë se jemi vetëm me grupe gjermane dhe austriake, edhe impresionet gjithmonë të grupeve dhe në vitet e kaluara kanë qenë shumë të mira, por sidomos qyteti i Gjirokastrës i pëlqen shumë, edhe qyteti i Beratit, në të cilat janë, duke qenë se janë të gjitha trashëgimi kulturore, dhe interesi është shumë i madh për këtë sepse të gjithë këto grupe janë grupe kulturore në të cilin vizitojnë Shqipërinë. Dhe shpresojmë që numri të vazhdojë në rritje. Ky është grupi i dytë që ka filluar këtë vit në Gjirokastër, duke qenë sepse gjithmonë tani me Pashkët fillojnë edhe udhëtimet që janë edhe do vazhdojnë edhe gjithë grupet e tjera deri në maj. Pjesa më e madhe e turistëve janë të interesuar për paketa disa ditore në jug të vendit, ku përfshihet qyteti i Gjirokastrës dhe rrethinat e saj.